E një lajm të mirë e kemi për përfaqësuesin tonë futboll, për djemt me të cilët jemi krenar në çdo ndeshje. Për suksesin historik në këtë fushat të kualifikimeve në Kupën e Botës 2026, kalimin në fazën e play-offit me vendim të qeverisë, sot do të ndajmë 250.000 euro shpërblim. Në fazën e radhës hymë me plot vetbesim, besimin ton në ta po e shprehim me zotimet tona për ta. Së pari, në rast të fitores ndaj Slovakisë, zotohemi për shpërblim në vlerë prej 500.000 euro. Dhe së dyti, në rast të kualifikimit në Kupën e Botës, zotohemi edhe për 1 milion euro të tjera shpërblim. Përpara Kosovë, gjithmonë me ty. E nga kjo mbledhje do të kemi lajme të mira edhe për klubin e futsallit, që po shkruan histori në gara ndërkombëtare, Prishtina 0-1, dhe për nxënësit që do të na përfaqësojnë në Olimpiadën e shkencës dhe të kodimit NEO në Orlando të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.